Debati midis Klodit dhe Elionës nis në një moment tensioni, ku emocionet janë të larta dhe secili përpiqet të shprehë mendimin e vet. Klodi qëndron i qetë në fillim, por fjalët e tij marrin një ton të fortë dhe vendosmëri, duke bërë të qartë se ai nuk po e thot lehtë atë që mendon. Ai shikon Elionën dhe fillon të flasë me një ton të prerë dhe të ashpër, duke thënë se përqimi i saj për të duket shumë fallto. Ai nuk ndalet vetëm me këtë. Klodi shton se, sipas tij, Eliona po luan lojë me ndjenjat e tij dhe të tjerëve. Ai argumenton mendimin e tij duke u bazuar në disa situata që kanë ndodhur më parë, ku veprimet e saj dukeshin të orientuara jo nga ndjenja të sinqerta, por nga strategji dhe lojë. Klodi përdor tone të ndryshme të zërit për të nxjerrë në pa seriozitetin e situatës, ndonjëherë i qetë dhe mendues, ndonjëherë i lartë dhe i ashpër për të treguar zemërimin e tij. Eliona reagon menjëherë. Ajo nuk mund të heshtë dhe i përgjigjet me një kombinim zemërimi dhe trishtimi. Ajo thot se nuk është e drejtë të supozohet që ndjenjat e saj janë fallto, dhe se ajo po e shpreh atë që ndjen në mënyrën më të sinqertë të mundshme. Por Klodi nuk e lë këtë të qetë. Ai vazhdon të argumentoj se disa gjeste dhe mënyra se si ajo sillet tregojnë se ndjenja e saj nuk është e sinqertë dhe se ka një qëllim të fshehtë. Biseda vazhdon për disa minuta me shkëmbim fjalësh dhe tone të larta. Klodi e përsërit disa herë se ndjenjat e Elionës duket se janë fallto dhe se po bën lojë, duke i dhënë një thellësi dramatike situatës. Ai përshkruan disa momente specifike kur ajo veproi në mënyrë që ai e perceptoi si manipulim ose strategji, duke e bërë debatin të duket i gjatë dhe i tensionuar. Eliona përpiqet të mbrojë veten, duke treguar emocionet e saj të vërteta dhe duke shpjeguar se nuk ka qëllim të luajë lojë. Ajo ndjen një përzierje midis mllefit dhe trishtimit, duke u përpjekur të bëjë të qartë se nuk ka asnjë arsye për të dyshuar tek ajo. Por Klodi nuk e lejon situatën të sohet. Ai vazhdon të përdor fjalët e tij për të bërë të qartë se ai nuk beson dhe se do të shohë çdo veprim të saj me dyshim. Gjatë gjithë debatit, atmosfera është e tensionuar. Shikimet, heshtjet e shkurtra dhe gjestet e dorës shtojnë dramatizmin. Çdo fjalë e Klodit duket e rëndësishme dhe çdo përgjigje e Elionës ka pasojë në mënyrën se si situata evoluon. Audienca ndjen emocionet e forta dhe intensitetin e situatës, duke e bërë debatin të zgjasë më shumë se disa minuta normale. Në fund, debati nuk mbyllet me një pajtim. Klodi mbetet i vendosur në qëndrimin e tij, duke e parë pëlqimin e Elionës si fallto dhe duke theksuar se nuk do të besojë derisa të shohë prova të tjera. Eliona, nga ana tjetër, mbetet e lënduar dhe e mërzitur, duke shfaqur emocionet e saj të vërteta dhe duke treguar se nuk ka lojë, por ndjenja të sinqerta. Ky moment mbetet dramatik dhe emocional, duke krijuar një tension që zgjasin për minuta të tëra dhe e bën bisedën të përshtatshme për një video më shumë.